Fushata kanë ndezur motorët, sigurisht të gjitha partitë politike janë në garë me kandidatët e tyre, secili ndoshta në pretendimin për të marrë vota maksimale. Në fakt janë shumë në të gjitha subjekte politike, por kush do të jenë ata të cilët do shpalosin programin më mirë dhe që do të jenë të parët padyshim në renditje të votave, ne jemi në ataj, se unë marrë përgjegjësinë në këtë çast edhe ftesën konkrete për gjithë ju që jeni të hapur dhe që doni të keni një, po them kështu, intervistë ndryshe. Okej, tash ndonjë pyetje me spec kuptohet, jeni të mirëpritur të gjitha forcave politike. Jemi në Tiranë, flasim për Tiranë, flasim për të gjitha problematikat që ka Tirana, objektivat që duhet për të vijuar në një tjetër kënd investimi, sigurisht se të gjithë forcat politike premtojnë, por edhe kandidatët. Kam kënaqësinë që të kem në këtë çast kandidatin Abbas Tafa, i cili është me mua. Përshëndet, do thoya mirëmëngjes. Si të kam? Nuk e di se më erdhi mirëmëngjes, por në fakt kemi pas ditë. Si je? Mirë. Fushata? Super fare. Super. Super. Me energji të mira? Në çdo drejtim. Tani sa vota do marrësh, apo si themi më shumë me numra fikse? Ata e kanë dorë populli i Zallbastarit, i Dajtit, i Shëngjezhit dhe i Zallherrit. Edhe i gjithë Tiranës, qarku Tiranës, cep Tiranës. Abbas, ti je me koalicionin Euro-Atlantik. Po. Me Bashën. Pse? Sepse kam 31 vjet që punoj në politikë. 31 vite. 31 vjet që punoj për Partinë Demokratike. Po. Dhe nuk kemi pas asnjë lloj mbështetje. As në rrugë, as në drita, as në ujë, as një lloj investimi. Nuk ka vënë dorë në për fshatrat e Tiranës. Dhe më e keqja e Partisë Demokratike për 34 vjet ka lënë rinin mas dore. Një problematikat që haset për dëshim. Po. Edhe më djeg shpirti kur dëgjoj rinin që hik nga fshatrat e Tiranës, hikin jashtë shtetit dhe braktiset vendi, braktiset vendet e turizmit Tiranës. Pra, thuaj se në të gjitha sektorët has problematika, pra shef problematika për cila nuk është ngritur zëri mjaftueshëm. Fare. Dhe mendojnë se në këtë formë, edhe duke qenë pjesë e koalicionit Euro-Atlantik, më fal, do të jetë një mundësi e mirë për të qenë më pranë qytetarëve. Patjetër. Në cilën Unë ka 21 vjet që punoj marsim, 12 vjet antar këshilli kam qenë. Prandaj atëherë kuptova. Prandaj ti e ke fokus tek rinia se një më së miri. Është sektor që e prek. Okej. Kam nxjerr me fjalë për 21 vjet gjithë ato studentë, gjithë ato maturantë që live tani i përshëndes gjithë, i dua shumë dhe më duan shumë dhe kur para 10 vjetësh shifshe 100 djemë dhe vajza në fshatin tim me pas shef me dalë me pi kafe në mjes, në darkë, tani fshati janë braktisur, nuk shef rini, shef vetëm moshën e tretë dhe është një keqardhje madhe. Dhe duke pa gjithë të problematikë dhe për fshatrat e Tiranës, mora guximin të kandidoj për koalicionin Euro-Atlantik në listat të hapura dhe më pëlqeu programi Zotit Basha dhe thash të bëj diçka për zonën, nuk kam pas as diçka më dorë dhe jam mundu që çdo kënd, pa dallime partijake, tu gjendem pranë. Aq mundësi tha, kisha në dorë mi ndihmu. Dhe tani, do Zoti, me ndihmën e gjithë popullit Tiranës, qarku Tiranës, do të më mbështesin dhe do jem ai Abbas që kam qenë. Pa ndryshuar. Pa ndryshuar fare. Je i sigurt se kur futesh në politikë Abbas ndryshojnë të gjithë? Jo, unë nuk ndryshoj. Po e premtimin. Unë nuk ndryshoj më, unë do jem ky Abbas që kam qenë dhe në të ardhmen. Okej, ti je i fokusuar, dakor, ne jemi në qarkun e Tiranës, po i fokusuar kryesisht në zonat periferike, pra në fshatra, mos gaboj? Unë jam i fokusuar ke vendlindja ime, që jam 49 vjet që kam lindur, rritur dhe jetoj pën me atë fshat. Okej. Në Zallbastar. Dhe Dajtin. Zona Dajtit. Zonën Dajtit, zonën Shëngjezhit, që anë kufi me Zallbastarin, dhe zonën e Zallherrit që na nda vetëm Bovillja. Se Bovilla është e bukur, në fakt, ta kishit ju në krahun tuaj mirë dhe ishte. Bovillja është ujti i Zallbastarit, i vendlindjes time, uji Selitës është uji i Zallbastarit që furnizon gjithë Tiranën dhe Zallbastari nga gjithë fshatrat e Tiranës është lanë mas dore nga gjithë qeveritë që kanë harë gjerë sot. Pa rrugë, pa drita, pa ujë, pa punësime, rinia prandaj hik, sepse nuk kthejnë kokën me punësu rinin.
Vetëm futet Abazi drejtora, kryetar komune, fut fisën e vet. E qartë. Nuk Supozojmë që jam i qartë me problematikat e ngritura në kaq vite. Supozojmë që pas 11 majit ju merrni mandatin e deputetit. Jeni parlament. Ndryshimi që do vi në zonë, cila është? Si do ndryshimi që do vi në zonë që Abazin e kanë non-stop ditë, natë në dispozicion, telefoni nuk do të fiket. Për mirë, për keq, çfarë do lloj halli do të kenë familjet e tyre, fëmijët e tyre, prindit e tyre dhe do të preket çdo fshat. Çdo fshat, jo vetëm i vendlindjes time, por i Shëngjergjit, Zallherrit, Freskut, kudo që un kam shkel, do të hazin punën dhe kontributin e Abazit. Keti kontakte të drejt për drejta me banorët? Ti normalisht që ke, po dua të them në këtë kontekst që a ke kontakte për të marrë ato mesazhe drejt për drejt nga ana atyre që kush çalon, pra ku është problemi kryesor, çfarë duhet, është infrastruktura apo ka të tjera problematika? Unë ka 31 vjet që merrem me hallet me problemet e popullit, sepse kam qenë edhe 12 vjet antar këshillit antar qarku. I di shumë mirë si funksionojnë dhe i di shumë mirë se çfarë problemesh kanë ato dhe vujtja e tyre. Pra je në kontakt pothuajse të përditshëm të çdo lloj problemi. Të pashmangshëm. Të çdo lloj problemi. Mirë, tani doja ta bëja më herë dhe pyetje, po na mori dhe vrudi diskutim, po them kështu, kur po më tregoja pak a shumë për problematikat. Pse me Lulzim Bashën? Për shembull, Partia Socialiste do të bëjë një ofertë, po them kështu, po marr një rast apokaliptik në javën e fundit të fushatës. Ofertë për të bashkuar tyre, ndoshta për premtuar një posta, diçka. Çfarë garancie na jep që nuk do shkojmë me Partinë? Unë të jap garancinë që ti ishte për post për Partinë Socialiste, kisha hik kohë. Kur them Partia Socialiste mund të jetë çdo Partia Socialiste, Partia Dreshtit, kushdo që të jetë, edhe Partia Sali Berishës, nuk jam me xhaketat e vjetra. Jam me njerëzit e pastër që për 34 vjet nuk i kanë fut dorën në xhep qytetarit, nuk kanë vjedh, nuk kanë mashtruar, nuk kanë bashkëpunuar me qit. Spaku fut njerëzit në burg, këto grejnë dorën me qit nga burgu. Për kullën tu 65 kaçe si pa ndërto këneta. E shumë gjë tjetër. Ramës. Dakor. E di që do kemi diskutim të gjatë bashkë, që të ftoj të bëjmë një shëtitje, ecim dal nga dal bashkë dhe pastaj flasim për gjithçka tjetër. Pas kur flasim për listën, sigurisht që ti japësh informacione edhe sa i takon qytetarëve për mënyrën se si ata duhet të votojnë, pra për numrin konkret. Ti sa ti je në listë? Ne nuk kemi numra në listë. Ne kemi 37, jemi kush merr vot më shumë. Për shembull, u grumbllun 100.000 vota. Po. Dolën 10 deputet. Nga 37 në 10 deputet, kush ka marrë vot më shumë? Abazi ka marrë 3.500. E qartë. Ermali ka marrë 3.400. Futet Abazi para Ermalit, ose Ermali po pa të marrë 3.501, futet Ermali. Patjetër, jam dakord me të, po i sati numër renditen, pra ku ju gjen juve? Unë jam i 34 sipas alfabetit të mbiemrit. Pra numri 34 është kolona 34. Është rast emri juaj, që mund të votohet. Tani, unë doja ta bëja që në fillim të pyetje, po thash, më dhe një energji diskutimi, debati ndoshta në thonjza për të diskutuar dhe për të folur. Doja të dija shumë backgroundin tënd. Pra prejardhjen tënde politike, se familjarët do flasin pak më vonë. Po më the pak a shumë që ke disa vite që janë angazhuar me strukturat. Tani më bërë edhe një parantezë dhe një paralelizëm në raport me numrin e fletës. Kush është Abazi? Unë jam Abaz Ramazan Tafa, lindur në 13/10/1975. Kam 3 fëmijë, nusen, fëmijën e djalë kam 2 çuna, një vajzë. Djali i madh e kam infermier ke urgjenca ke Nën Tereza. Infermier i përgjithshëm. Okej. Kam marrë bachelor, master dhe me licencë me portal me të gjitha. Vajza marrë bachelorin te gjuhët e huaja dhe djali i pleqërisë është në klasën e 10 në gjimnazin Barinela. Si ke raporti me këtë pleqërisë, se ky pleqërisë do të marrë fort. A kemi raporti me këtë? I kam të 3 të mrekullueshëm dhe nuk ndaj asnjënin. Dhe fiksimi im është çdo fundjavë të dal me familjen. Si janë gjëja më shtrenjtë dhe kam pas përkrajën time më të madhe nga ata.
Mëra, bas, kur je i vogël, vjen qef kur del me prindrit me familja se të paguan babi. Këtë rast besoj ti se let djalin fusi dorën në xhep. Nuk është ky rasti. Jo më çaj hadhin timu prandaj. Jo djalin, po gjithë të miqtë e shoh, kam shef që t'u jap shpirtin. Ja, shef deputeti, doli në politik direkt. Dhe prap thash do flasë familje, prap më doli politik. Ta Shurmish Abasi që ta çoke eurodeputet direkt me këtë CV që paske. Dhe kam qenë dhe drejtuesi i gjimnazit Barinela. Po. Që kam një frymëzim për ata nxënës, për ata kolegë që kam punu për 21 vjet pa mu dërq Shqipëri ku fare. Shua, e kuptoj se për shembull kur njeriu pyet për gjën që do më shumë, bëhet pak emocionale, nostalgjike dhe shoh që e mbron me fanatizëm të çështjen e raportit me nxënësin. Ndoshta sepse ke dëgjuar ëndrat e tyre ose ndoshta edhe momenti kur diskuton për të ardhmen apo gjithçka tjetër që ka të bëjë me ta. Edhe kur nuk isha drejtues shkolle, i merrshin nxënësit i çose ekskursion, më saron 3 ditë gujit turistike, du fëmijës të jap shpirtin. Në raport me kolegët të politikës, qofshin edhe rastet kur ke ndonjëherë edhe kundërshtar se ndonjëherë individi nuk e di me kë përballet, pra ti ke punuar me një kohë gjatë për Partinë Demokratike dhe tani më jep përballë tyre. Çfarë mendojnë? Duhet them në kontekstin e terrenit, pra ke patur mbështetje për kandidimin ton, po punon me figura të tjera apo je krah për krah me Lulzim Bashën? Vetëm. Bën mirë që dole këto sepse gjersa ne vim nga një familje e varfër, si unë dhe gjithë zona. Patjetër. Jemi rrit me një fukarallik të papar. Po. Dhe mendojshim që nuk do vi kjo ditë, sepse ishi i Partisë Demokratike ose tjetri kush ishte, të thoshim do pare. Nuk del pa pare. I herë dal çti kandidat me pare. Po. Një herë të mbështet fushatën, të përballosh fushatën, nuk ja kishim mundësinë. Edhe çova emrin si përfaqësuesi zonës si i Degës, i 120 burra me Lulzim Bashën i natë mi takim ke 15 kaçi, dhe e tha që për zonën ndajt Zall Bastar Shëngjë dhe Zall Herë përfaqësuesi ty dhe djeta Bastava. Thash më në fund, herë demokracia, herë mundësia. Dhe në moment që bona postimin, i gjithë zona, i gjithë miqtë e shok, ka i kisha, kam ngeli çuditur nga telefonata e tyre që Abaz jemi me ty, Abaz jemi me ty. Dosha thoshe ti kishe afër ti përqafoja të gjithë. Si ke raportin me Lulzim Bashën? Flasë raportin për te kamerave, pra raportin personal, diskuton me Nuk ta them për mburrje, nuk ta them për në gjerë sot që përflasim, them që Lulzim Basha shumë shpejt do t'jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë dhe po të them që unë me Lulzim Bashën sikur me qenë lindur dhe rritur në Zall Bastar. Me pas biri i asaj zone. A nje Basha pak fshatin apo ja? Basha nuk kalon 2-3 herë në vit pa hard me na taku, me rrit me ne, me pri kafe, pri... Tani, është i vërtet ky vesi që thon gënjem pak amas. E ke gabim. E kam gabim? E ke gabim. Jo, ti ke të drejtë në fakt që e thua këtë, se faj ka mund që s'ja bëra pyetje në makinë se më doli nga mendja ta pyesja. E ke gabim sepse ju kanë vënë të gjithë. Ja kundërvon, pra ka Basha nuk ka bën asgjë pa okejin e Berishës. Berisha i çoi nga çadra, Berisha si dëgj mandatet, deputete, Berisha se la më futëm zgjedhje, Berisha boni lista në 2021, Berisha qiti Zofina Topallin si boni parti 3, Berisha qiti Asit Patozin si boni partinë e re, që Lulzim Basha mos të bonte kryeministër në 2021, se ishin mi vend me Edi Ramën. Dhe sot janë mi vend me Edi Ramën, të dy. Janë të dy vëllezën. A për nana për babë, se di, po... Janë bashkë. Janë bashkë. E kuptova. E kuptova ku do të dalësh me gjën. Tani, nëse po e marr rast apokaliptik, patjetër unë duroj suksese, se gjithë secili që futet në garë, futet me një synim të caktuar, po. Faleminderit. Në 11 maj nuk dole fituese. Çfarë ndodh? Do mërzitesh? Jo fare. Jo fare, sepse unë kam 31 vjet që po punoj për tjerit. Thash ta provoj herë vetë. Ta provoj herë vetë. Po.
populli si më votoj, si më votoj Abaz, janë shpaj Abaz. Nuk ndryshon se. Nuk ndryshoj fare. Shikoj, ore kanë thënë burra dhe të tjerë me musteqe që ne jemi këta, nuk ndryshojnë. Futen politik? Jo, s'bën fjalë. Më ka pason gjyshi mas 45-50 nuk ndryshoj robi më. Okej, e burga. Abaz, dalim pak tek familja. Po. Më pëlqen shumë humori që ke. Dalim pak tek familja. Më tregove, më fal pak më parë, edhe raportin që ke me fëmijët. Po. Je baba i përkryer, mendon se je një baba perfekt? Asni nuk e ul veten. Gjithë thonë jemi perfekt, po njerëz që po flas me ty, jam rrallë parë të falenderoj si më hoq sekret emocionet. Kjo është dhuntia dhe talentia. Këtë punë bëjmë ne për ditë. Kështu që asni nuk e shoh veten e vet, po të garantoj që njerë sot jam mundu me bo më të mirën për familjen, për shokët, për miqt, për tafrit e mi, për kë person që mu më njef, apo ka pi veç i herë kafe me mu, flet fjalë më të mira për Abazin. Ndërkohë, nëse për shembull, po them kështu, familja ty të njeh tani më të janë angazhuar kaq vite, nuk është do të kërkojnë të heqësh dorë, po them nëse ata në një moment caktuar janë të lodhur ose të mërzitur me ty, e thon boll me politikën, do të rriqesh? Unë do të rriqem kur shoh që Lulzim Basha nuk ka shmon politikën shqiptare. Në qoftë se Shqipëri nuk e bën dhe Lulzim Basha, nuk bëhet më ky vend. Pra beson këtë gjë. Po ta jap ti e i ri, më i ri se unë, por do ta shifni në të ardhmen, në rast se vendin nuk e merr përsipër Lulzim Basha me pastru nga krimi, nga korrupsioni, nga dyshja Rama Berisha, vendi do të hecë mrapa. E mori Basha, do hecë para. Jemi brenda minutazhit të caktuar, pyetja e fundit për familje dhe më pas ti do adresosh mesazhin tënd për gjithë qytetarët. Bashkëshortën e ke marrë me dashuri apo shumë me shkesi thon si thon? Me shkesë. Se çka qenë atë kohë. Ti je shumë i madh në fakt po prap? Jo, unë me shkesë kam marrë, por duke kaluar koha tha, duke bërë gjithmonë çfarë thot gruaja. Jo, asnjë. Jo. Nuk bëhet. Fisi im tafa thot shumë. Burrë ke tafta në veç filanis nuk pyet gruat. Pas unë di që ti, ndërkohë përveç angazhimit që ke për fshatra takimi me njerëz dhe impenjime të shumta, ke bërë një zhvendosje po them shumë në bazë të punimit së punës konkrete në zyrë të shkolla Ramazani Arani. Po. Cili është mesazhi yt për ta, ndoshta një falënderim, por edhe diçka të drejtë për drejtë. Mesazhi im është ky. I falenderoj gjithë nxënës dhe mësues, gjithë stafin e Barinelës, me nxënës, me mësues, me maturant, gjithë nxënësit e shkollës 9-vjeçare Ramazani Arani, gjithë atë kolektiv të mrekullueshëm që më kanë pritur dhe më kanë majtur shumë afër, si kolektivi, si ish drejtori, si drejtoresha, i falenderoj pa mas dhe uroj më të mirat nga zemra. Mesazhi tjetër për zonën, për qytetarët. Cep në cep Tiranës, i bëj thirrje nga Rogozhina, Kamës, nga Kamza, Mkrab, nga Kraba, Mzal Bastar, me 3, me 3-ja, votoni Abastafën, votoni numrin 4, se nuk do t'ju shgënjej, do t'jetë Abastafa përsëri edhe mas një majt, po ky Abas si keni pa dhe keni dëgjuar. Suksese, më të mirat. Faleminderit. Se cili që është, po them kështu, një figurë e re në gar, pavarësisht moshës, pavarësisht angazhimit që ka patur, meriton që edhe të mbështetet. Pastaj janë njerëzit, janë qytetarët ata që vendosin për këtë do hedhin votën, po unë e shijova shumë në interviste ta them sinqerisht këtë gjë. Pavarësisht se unë këtë punë kam me të gjithë, por e shijova dhe shumë suksese. Të falenderoj dhe votoni numrin 4, votoni Abastaf. Mirë, okej, ne do takohemi në intervistën e radhës, mos harroni, presim kandidatët të cilët janë gati të përballen, pse jo, në debat ose në sfida. Shihemi në një tjetër intervistë.